Si super fan i çmeni. O Erik, ta marroj se do fle prap. Si super fan i çmeni aviacionit, kur bëj një udhëtim kur zbres në Manhattan në New York, në një nga udhëtimet e mia në SBA, takoj në kufit e aeroportit, brenda ndërsa prisja për një asistent për larguar, një pilot ushtarak amerikan. I them që jam i pasionuar mbas aviacionit, jashtëzakonisht shumë, bëm një bisedë, emri i këtij ishte James Irvin. E takoj, flasim bashkë të dy me shumë pasion për aviacionet dhe më thot, shiko, thot, plako, thot, unë jam, thot, pilot ushtarak, thot, dhe thot, drejtoj F-15 Eagle. Unë që admiroj komplet këtë bisedën me këtë njeriu, unë edhe atë veç zotëri, dhe them, shiko, thot, kam shumë dëshirë, them që një ditë vi dhe të bëj një fluturim dysh me ty në avion. Thot, mund të ta bëjmë se s'bën. Edhe unë e mora komplet si një fjalë bosh nga ti. Shkëmbej numrat e telefonit dhe 2 ditë më vonë më merr në telefon dhe ne fluturojmë në një nga bazat ushtarake amerikane, një F-15 Eagle, në një nga udhëtimet të ngarkuara me më adrenalinë që unë kam bërë ndonjëherë dhe në një fluturim që s'do harroj kurrë. E vërtet. Si e patëm në pilotin James Irvin. Është e vërtet. Po, Irvin. Nuk hypën do të F-15 ashtu, a hypën? Ja, hypën, në fakt hypën. E vërtet. Për çfarë thua avion luftarak, a e keni idenë? Po, hypën. Po, e kam ide. Për të hypën. Po, ato servirën për 50 ditë me vëdo, ose raka. Një shokëtim në Angli ka ndonë, besoj që është e vërtet. Hypën, për të hypën. Tani e vërtet apo jo, e gjeti. Ka gjetë besoj. Hypën dhe fluturoj. Por që e ka lënë me hyp, kaq. Ndani më. Miko, me hypë ma avion luftarak, le zemra s'ket poshtë. Ja, i bërëm ato eko, g, e gjithë. Është gënjeshtër. Është gënjeshtër. Jo, në avion hyp në fakt. E kam taku vërtet. Dhe në luftar. Unë kam shumë fiksime në institut shumë. Hypën. Avionët ushtarak hypën. F-15. Po hypën Ushtarak, po luftarak jo. Ushtarak dhe luftarak që njëjta gjë. Hypën. Atëherë, ushtarakët janë helikopterat, ke avionat, po nuk janë hypën. Për të hypën supersonikat janë shumë nuk hypën. Si nëse ty i merr lenë dur nga komando hypën. Ai këto studiojnë domethënë ose O zot i madh, mos ma trego aviacionin. Atëherë nuk hypet në avion luftarak aty hypti. Hypën se s'bën. Me leje dhe me është histori me në fakt kam taku vërtet një pilot. Do me thënë i ke shtuca detaja, po nuk është asgjë e Në vërtetë. New York nuk kam shkuar. Po në një udhëtim tjetër që kam pasur në Europë kam taku vërtet një pilot ushtarak. Okej. Edhe kemi lënë që në qoftë se qëllon të shkojnë në Amerikë, do ta bëjmë vërtet këtë gjë. Është konkrete. Pra, atë po them, mund të bëhet me njeriu në duhur. I ka ndodhur në një, nuk e dia ka qenë avion ushtarak, por diçka shumë ekskluziv në Angli një shoku tim, po. Do bësh një matje kësdëje eko zemre gjitha me radhë. Tani, brikena, plak, kupton të bie komplet fytyra dhe mund të të lëri zemra sipër. Bie fikët për shembull ty për 10 minuta. Bie fik nuk e ose ne hypim në këto lodrat kështu, edhe të bie fik bie. Është domethënë bie nga presioni atmosferik. Po ti lart. Duhet ishi trajnuar shumë. Po, hajde Greta. Jo, më fal, hajde pe vazhdojnë edhe i na të mbaru.